për nivelin lokal, LDK-ja kanë herë ja qillon, ja ka gjitë venin. Në nivel qendror, gazi mbetet për mu dëshiru. Nivel lokal, është punëtori i madh, edhe për një më merret me se cilin problem qytetarit. A mund ta sfidoj Ali Berisha gaz moaqet? Ali Berisha. Peja, praktikisht peja është themelu Alianca. Jo, se dikush mendon që ndeqan. Peja është zonë cilën e ka fitu zoti Berisha. Edhe zoti Berisha ka një kredibilitet, një rejting të lartë në Pejë, në qytetin e Pejës, në komunën e Pejës, mund tjetë, domethënë mund të shkoj ballotazh me gazin. Mund shkoj ballotazh me gazin. Ballotazhi kë e favorizon? Tash varet çush vetvendosja çush vështrohet. Okej, interesant. Blerim? Edhe unë e shoh njëjtë me gjithë angazhimin e zotit Kelmendi në pozicione qeveritare, megjithatë ka me diç në hije në Ministrinë e Arsimit, performanca e tij në nivel lokal edhe votat që i ka marrë në zgjedhjet nacionale. Ka pas ministër shumë të zonjë. Fatkeqësisht jo. Edhe në nivel lokal ka performuar jashtëzakonisht mirë në zgjedhjet nacionale, Degan ku ai është e konsideroj potencialisht befasi të këtyre zgjedhjeve, por gjithsesi më e pritshme është jetë me zotit Berisha të AK-s dhe zotit Muhaxheri. Okej, Shala? Ka mundësi që ky Taulant Kelmendi mundet me qenë si kryetari i tanishëm i Gjilanit. Që kërkush se ka njohë, po ka bërë një fushat mirë, ka ditë me folë lekuan sene, e ka mujt titanin e komunës së Gjilanit. Njëjtë që mundet edhe ky me mujt Gazmir. Unë s'po them që ka me ndodhë, po ka potencial. Tash zoti Ali Berisha nuk ka mundësi, ky që një kohë gjatë nuk është ma në për struktura, nuk është ma në media, tash nuk e dia mundet ky më rikëthy. Prandaj janë zgjedhje lokale. Ka qenë shumë i respektuar atër kur ka qenë kryetare, ka ndash njerëzit, po që një kohë nuk është ma... Okej? Aden nuk e di tash sa i ka gjazat. Gala kështu fletni, tjetë. Se ju futa në kuadër kamermanit, po s'kisha të qare se desha pak ujt pi. Faleminderit shumë. Për pas Pejës, që e krytëm, e përdojmë me Gjakovën e kuqe. Gjakova është e zonë. Pse Halil Gjakova është e zonë? Ja ku është Gjakov, shemull kush pritet tjetë. Spekulime, nuk janë gjithë konfirmuar. Po Ardian Gjini është i konfirmuar. Mimoza Kusari Liria po flitet që mund të kthehet si kandidate. Partia Demokratike e Kosovës nuk e di nëse do të jetë Hajdar Beqa ose jo. Ama e di që Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë Shefqet Shehu, i biri ish kryetari ta Shehu të Gjakovës. Do të jetë digar, goxha shumë interesante. Halili tha Gjakova është e nxënme. Pse Halil? E nxënme UÇK apo si është? Po tregoj veç dy fjali, shkova në Telumi Shala edhe në atje në Tropoj, edhe më pak mundon Gjakovë, është qyteti më i pastër sot që ka Kosova. Ja kalon shumë fish Prishtinës dhe Prizrenit. Pa jo për merit Ardian Gjinit, për merit të qytetarëve të Gjakovës. Shete. Po duhet me menaxhu, po çka po na po flasim për një kryetar që menaxhon me qytetin. Na s'po flasim që qytetarët më të mirë që Gjakovët, edhe unë po vajtona. Si qytetar. Adin abetarët e parë na i kanë punë për Gjakovë, ne ka Hogoshte, ka Kamelinca. Po s'po flasim histori, edhe qytetari zoti Gashi, na po flasim menaxhim politik. El Grande Gjini është edhe nivel nacional, edhe nivel lokal, është njëri prej politikanëve më të zot që i ka Kosova. Okej. Pa morë parasysh shiq, domethënë atë llogën e Aleancës, spekshi si Gjin, është njëri prej njerëzve të cilët jo që e ka shpartallu Mimozën, në vota po menoj, po ka bë punë të mira. Shkoni shihni paqet, shihni pastërtinë e qytetit, shihni urat e vjetra, shihni qarqshin, edhe bindeni. Okej. Shala? Nëse janë këta kandidat, të tre. Tre i kemi se kë zotëria... Ky me mos. Këta tre... Mos do jetaj që do fitoj. Pozitive. Kush e këmë përse në të Gash, mos beton që ky i treti do fitoj.
Nëse janë... 4 të më thonë. Jo, ky treti Treti për tretin në të folë, ta me maskë. Jo, ky kur 7% dhe kërja këna po, s'ka fitu.